أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Inshallah taala sot do flasim rreth edukatës në xhami, që kemi nevojë shumë rreth mësimeve prej kur fillon njeriu nga shtëpia e tij dhe bën qëllim dhe niyet me ardhur në xhami, në mënyrë që mësojmë dhe ta dimë vlerën e xhamisë dhe ta mbajmë shenjtërinë e xhamisë në nivel të duhur, për arsye se kohëve të fundit nuk po dinë muslimanët si të sillen mbrana xhamisë dhe jashtë xhamisë, dhe sikurse është zbeh shenjtëria e xhamisë të cilën Zoti xhalla xhalaluhu e don shumë, sepse është shtëpi për shtëpiave të Zotit dhe duhet të lartësohet dhe të madhnohet në mënyrë që neve si besimtarët fitojmë sa më shumë sevapet e Zotit xhalla xhalaluhu. Çështja e parë, të dashur vëllezër, është që njeriu kur niset me ardhur në xhami, është mustahab, është e pëlqyeshme që t'i vesh teshat e bukura dhe të mira. Është mustahab, e pëlqyeshme që njeriu të vesh tesha të bukura, për ata që nuk janë duke punuar, e për ata që janë duke punuar, mundësisht t'i kenë të pastra dhe jo domethënë të përlyera në atë masa që të bëhet mos pranimi i namazit, për shembull të jenë të ndotuna ose të ndyta me gjëra të cilat e prishin namazin, sikurse që janë nevojat fiziologjike, të jenë të pastra në veten e tyre që e bëjnë të lejuar namazin me to, po të jenë të pastra gjithashtu në mënyrë që mos të zhyten ato të cilët janë afër tij ose te pihu i xhamisë. Dhe për këtë arsye besimtari duhet të ketë kujdes, mundësisht edhe është në hadith që të mirën edhe dy parë tesha me veti si zbat nami kur gjë. Allah xhallahu wa ala thot: ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. O bitë Ademit, zbukuroni kur shkoni në xhamiat e Zotit xhallahu xhallahu. Pra zbukuroni mundësisht me tesha të mira kur shkoni tek shtëpiat e Zotit në xhami. Për arsye se neve kur shkomi në një takim që e kemi me krijesat njeri, një takim cili do të qoftë ai edhe në mysafir dikon me shkuar, i zgjedhmi pak teshat më të mira dhe parfumin më të mirë në mënyrë që të shkomi në takim me krijesat. Ndërsa në xhami vim në takim me krijuesin xhalla xhalalu, me Allahu subhanahu wa taala, vim në shtëpinë e Zotit. Jemi mysafir të Allahut xhalla xhalalu. Pra këtë edhe muslimani duhet të kështojë rëndësi edhe dukjes edhe veshjes së tij, atë sa ka mundësi, për arsye se kjo është me madhnu vendin ku je të shku. Me ditë vendin ku je të shku, nuk është çështje e rëndomt me shku në xhami me një vend sikurse me shku në kafeteri në xhami. Jo, nuk duhet me konsideru kështu xhamin. Diçka shumë të thjeshtë. Sepse Allah azza wa jalla thotë: "Wa man yu'azzim sha'ir Allah, fa innaha min taqwa al-qulub." Ai që i madhnon shenjat e Allahut azza wa jalla, i madhnon shenjat e Allahut në tokë, që shempi shenjave të Zotit në tokë, është shtëpia e tij, xhamia, ajo është zemra më e devotshme. Ajo është zemra më e devotshme për ai i cili i ngrit lart, i madhnon xhamiat në të cilat bëj ibadet Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është çështja e parë, por për hala po nis prej shtëpisë, besimtari e ka për detyrë dhe është mustahab, e pëlqyeshme që ti vesh teshat e tij më të mira, të parfumoset dhe të vjen në xhami, sepse ka ardhur me i bë ibadet Allahut azza wa jalla. Për këtë arsye ka ardhur ndalesë për ato i cili han qepë dhe hudhër me u afru xhamisë atë ditë ose atë namaz. Sepse tu bëhet ibadet, tu madhnohet Allahu azza wa jalla.
dhe jo me u pengu njerëzit nga madhnimi dhe nga përmendja Allahut. Për arsye se kundërmimi i hudhrës dhe i qepës i bën që njerëzit të irritohen dhe të harrojnë pse u ardhën në xhami. Për këtë ka një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U thot men akala al-basala wath-thum wal-kurrath fala yaqrabanna masjidana fa inna al-malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Po thonë ai i cili ka ngrënë qepës e hudhër ose porrinje të tjerë që janë familje e tyne, thot fala yaqrabanna masjidana, mos i afrohet xhamisë tonë ditë. Fa inna al-malaikata tata'adha, sepse melekët irritohen nga ato që irritohen njerëzit, sepse në xhami prezantojnë melekët. Xhami prezantojnë melekët e Zotit. E melekët irritohen nga ato që irritohen njerëzit. Prandaj ka në hadith që muslimanët me pas në qenë kujdesshëm, sidomos në kohën e xhumas. S'është kjo argument dikush mund me thonë, tash e gjeta mënyrën si me ikë xhumasën. Ka thonë hoxha, kush han kepë dhe hudhër mos hani xhami, tash para një 10 minutë para xhumas ha kepën edhe s'kemi fal xhuman. Ja. Kjo është mundu me bë hile në şeriatin e Zotit, po kjo është gjuna. Kjo është mëkat. Po ja që deri në këtë mas kujdeset dini Zotit xhallahu ala që mos me pengu njëri tjetrin në ibadet. Mos me pengu njëri tjetrin në ibadet, në adhurim, por ta madhnojmë Zotin xhalla xhalaluhu ashtu siç i takon besimtarit. Ashtu siç i takon besimtarit, sepse sevapet janë të mëdha. Sevapet e ardhjes në xhami janë të mëdha. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Men ghassala yawm al-jum'ati واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها." Thot pejgamberi Zotit këtë hadith, ai i cili merr gusl ditën e xumës, pra pastrohet ditën e xumës, pastron tër trupin e tij ashtu siç pastrohet njeriu nga xhunullaka ditën e xumës. Pastaj thot, shkon herët në xhami, sikurse ne që jemi mundu me ardh pak më herët, me ndëgju vajzë, me ndëgju dhe me bë dhikr Zotit xhalla xhalala. Wa masha wa lam yarkab, edhe ka shku në këmbë, dhe jo me mjet të udhëtimit, sikurse tash që ne i kemi. Është afër xhamisë, është afër, domethënë, ndoshta 1 kilometër, 1 gjys apo 2, më çka dëshiron që të shkon në këmbë, se sevapi është shumë i madh. Pastaj thot Rasulullah, wa dana min al-imami, edhe u është afër imamit, fastami' edhe kanë dëgju mirë, me vëmendje kanë dëgju imam, wa lam yalghu, edhe nuk ka fol. Pra nuk ka bë muhabet në xhami, nuk ka nejtë telefon në xhami, nuk ka kshyrë Facebook në xhami, nuk ka ardha në xhami me bë ibadet Allahut, nuk ka ardhur për gjëra tjera. Po ka ardhur për me bë ibadet Allahut subhanahu wa ta'ala. E kanë dëgju mirë imamin, qoftë në hutbë, qoftë në ders, sidomos në hutbë që nuk lejohet as fjala, është afruar afër ti edhe nuk ka bërë gjeste që e humbin sevapin e xumës. Për arsye se kur ti je në hoxha në hutbë, nëse edhe veç i thu shokut me llaf diçka, ka në hadith që e ka përgjithësuar sevapin e xumës. Për arsye se xhamia është me bë ibadet Allahut azza wa jall dhe jo për muhabet. Dhe jo domethënë me qëndru në gjërat e cilat e humbin sevapin. E pejgamberi Zotit po thotë, ai që lahet në ditën e xumës, pastrohet, merr gusl dhe shkon me herët në xhami dhe afrohet afër safit para dhe afër imamit dhe ndëgjon me vëmendje edhe nuk flet dhe nuk e humb sevapin e xumës. Po thot pejgamberi Zot, kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajruhu siyamiha wa qiyamiha. Për çdo hap që ka bërë drejt xhamis, i shkruhet sevap sa 1 vjet. Çdo hap sevapi sa 1 vjet, siyamuha wa qiyamuha. Agjerim 1 vjet edhe namaz natën 1 vjet. Agjerim sa 1 hap që e bën. Agjerim 1 vjet më të shkru, edhe sevap
i namazit natës 1 vjet. Për arsye se i jep me kuptu madhëninë e xhamisë të cilën jemi ta. Shikoni çfarë sevapi të madh ka njeriu i cili ja din vlerën xhamisë, ja din vlerën xhumas, ja din vlerën shtëpisë së Zotit xhalla xhalalu. E din ku ka hyrë. Nuk e konsideron xhamin sikurse diçka që është e rëndom, se një kafeteri, se një shtëpi të mosafirit dikon. Jo, shtëpi e Zotit xhalla xhalalu. Për arsye se në moment që niset robi prej shtëpisë, ajo është në ibadet. Ajo është në ibadet. Për këtë ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ardha herët në xhami ka sevap shumë. Thot law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu. Sikur ta dinin njerëzit çfarë sevapi ka në nida, në thirrjen e ezanit, dhe në safin e parë, sigur mos të kishin kur një farë dere për me zgjedh një zgjidhje se cili me thirr ezanin, edhe cili me shku në saf parë, vetë se me qitë shart, kishin pas qitë shart, cili me shku në safin e parë, edhe cili me thirr ezanin. Qa që ka vlerë, qa që ka sevap, safi i parë dhe qa që ka sevap, thirrja e ezanit në Islam. Vetëm e vetëm, që të na tregojnë neve vlerën e ardhjes herët në xhami, vlerën e safit të parë, sepse ai që vjen herët në xhami e zën safin e parë. Jo ai për shembull që vjen në fund atje 2 minutë pa u thirrë në zonë xhumas dhe tani të i shplu njerëzit edhe me orë sa parë. Ja, se kam rritë sevapin e xhumas. Bile ka ndalesë që me i pengu njerëzit me dalë përpara. Ka hadith që e ndalon këtë punë. Me i ka përcy dhe me i kalu qafat e njerëzve edhe me shku saf parë atje, është e ndalon. Ai që vjen herët në zën safin e parë. S'ka këtu me tapi, se ka kërkush me tapi xhamin. Safin e parë nuk e ka me tapi me thonë unë Allah, babë gjesh më kanë falë saf parë. Jo. Nuk shkon kështu kjo punë. Vjen i parë në xhami, e nxën safin e parë. Vjen i fundi në xhami, rën fund edhe kur çdo kërkujt, sepse sevapi është shumë i madh. Sevapi i ardhes në xhami është shumë i madh dhe duhet me e ditë çështjen e xhamisë që ka rëndësi të madhe në Islam. Pastaj në moment që robi del nga shtëpia e tij, pasi që pastrohet dhe pasi që të vesh tesha të bukura sipas mundësive, dhe të parfëmoset, bën duan. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Që shqepo shumë kallaj me mësu, wa min khalfi nura, wa min amami nura. Allahumma a'tini nura, o Allah, me bëj në zemrën e tij dritë, në zemrën time dritë, në gjuhën time dritë, në shikimin tim dritë, në dëgjimin tim dritë, mbrapa me e dritë, para me e dritë, o Allah, me jep dritë. A është vështirë me mësu shqip? Jo. Pse me dhon dritë Zoti xhalla wa ala, më njerë si dash për shtëpisë për me shku në xhami? Për arsye se me pa që të tjerët nuk shohin. Kur ta jep Allahu dritën e imanit edhe të besimit, ti sheh diçka që të tjerët nuk e shohin. Ti sheh me synin e imanit, dëgjon me dëgjimin e imanit. Flet me gjuhën e imanit. Hec me këmbët e imanit. Nuk hec, domethënë shkele shka. Kjo është duaja që robi e bën, o Allah, me jep dritë. Ka të shkoj, çka do që të shkoj me jep dritë, me furnizon me dritën e imanit. Në mënyrë që e gjithë rrugtimi ju drejt Zotit xhallahu ala të jetë ashtu siç i takon një muslimani, ashtu siç i takon një besimtari. Për këtë arsye, në moment që e bën jetë prej shtëpisë më unis në xhami, je në ibadet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith: "Idha tawadda ahadukum fi baytihi thumma ata al-masjida kana fi salatin hatta yarji' fala yaqul hakadha wa shabbaka bayna asabi'ahu." Pejgamberi Zotit po thotë, ai i cili ka marrë abdes në shtëpinë e tij, thumma ata al-masjid, pastaj ka në xhami, kana fi salatin, llogaritet që është në namaz. Ne tash llogaritmi që jemi në namaz. Shkruhemi te Allahu Azza wa Jall që jemi në namaz. Në moment që jemi hyrë në xhami.
Edhe 11 ora me ardhe, je me avdes, nis me shtëpis. Ti je shkruhesh që je në namaz. Sevapët shkruhen sikur me qenë në namaz. Hatta yerja, derisa kthehet në shtëpia e tij. Fala yaqul hakadha, edhe mos ti bën gishtat kështu, mos ti kërset gishtat xhamie, mos ti kërset, mos ti. Pse? Sepse kjo është vepër e shejtanit, nuk është vepër e besimtarit. Nuk është vepër e besimtarit. Sepse njeriu kur është në namazin e tij, nuk i lejohet lëvizja tepër. Nuk i lejohet në namazin e tij mi gërshetu gishtat, mi kërcit gishtat me lëviz. Dush nuk me llogarit që njeriu në moment që hyn në xhami është në namaz. Pa marrë parasysh, a ke fillu namazin a s'ke fillu? Je në namaz, shkruhet sevapi. Për këtë edhe besimtari duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes në xhami se si qëndron. Çka vepron? Si vepron? Për arsye se thash në fillim ka fillu të zbehet shejtëria e xhamisë kohëve të fundit. Duke mos e ditë se çka është kjo shtëpi e Zotit. Duke mos e ditë ku jem të shu. Duke mos e ja ditë vlerën. Për pastaj doja hyrjes në xhami, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah alayya baba rahmatik. Me bo bismillah, me qënë salavat bi Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe me thonë, Allahumma iftah alayya baba rahmatik. O Allah, hap mi dyrë të rahmetit tënë. Hap mi dyrë e rahmetit dhe mshirës tënë. Shikoni sa vepra, sa doaja, sa veprimi bëhet para prakisht, pasë me arë xhami. Për të kallëzue vlerën e xhamis. Vlerën e xhamis që ka të Zoti Gjelle Gjelaluhu. Që dhëtë Allahu Azza wa Jall? Fi bujutin Edhin Allahu an turfa wa yudhkara fihi ismuh. Në xhamia të Zotit Allahu ka dhënë emër, ka dhënë urdhër që vetëm emri i tij më u përmend. Vetëm emri i tij më u lavdru, vetëm emri Allahut Azza wa Jall. Wa yudhkara fihi ismuh, dhe të lartësohet lart emri Allahut dhe të përmendet emri i tij. Dhe askush në xhami mos përmendet me Allahun Azza wa Jall. Xhamia të Zotit nuk janë për mua përmend dikush tjetër. Pse? Xhamia të Zotit janë vetëm me u madhnu Allahun to. Sepse Allah po thot në Kur'an, fi bujutin edhin Allahu an turfa wa yudhkara fihi ismuh. Të shtëpia të Zotit ka bë emën, ka dhënë urdhër që vetëm emri i tij më u lartësu dhe më u përmend, jo me knu ilahia në xhamia. Jo me knu ilahia në xhami, s'është xhamia për ilahia. Që shpo veprohet në shumë vende. Hajde atë një felan kontore, hypë sa partu në kresja kamve. Së është xhamia për të punë. Xhamia nuk është për me knu ilahia. Xhamia nuk është me knu kam patriotike. Xhamia është me u madhnu emni Allah të Zotit. Emni Allah me u madhnu, me u lartësu. Emri Allah Gjelle wa Ala dhe jo diçka tjetër. Për arsye se kështu fillon devijimi në rrugën e Zotit. Bile ftash për baran, pash Spidermanat kishin shtin xhamie, lloj kishin gjoja me i knaq të min, ja më burri dhe jo. Kë ke gjetë këtë varpunit? Kush ka thonë ti me bën këtë mesele? Fëmin mund me i knaq jashtë xhamis, me lojna, në burrat xhamis me maru lojna, jo me shti lojnat pranë në xhami. Jo me bo teatr xhami, se sot xhamia për teatr. Ja hum shetrin xhamis. Ja hum vlerën për çka është ndërtu xhamia. Xhamia nuk është ndërtu për lojna, për me lujtë edhe me baj gare. As nuk është ndërtu për me knu ilahia dhe këngë patriotike. As nuk është ndërtu me bo karrika, këto me vnu karrika, këto dhe me pritë rentash njerës të, jo. Këto e në deti tjetër kujës që janë të islam, s'ka në bëj kur gjë me xhamin e Zotit. Sepse Allah Azza wa Jall po thot fi bujutin edhin Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuh. Këto thot madhnohet Allah Azza wa Jall, lartësohet emri i tij. Fiha bil ghuduwi wal a'sal, në mëngjes dhe në mbrëmje. Allah Azza wa Jall, surën Nur, kapitullin e dritës, e cek këtë ajet, që xhamiat janë për me madhnu, me lavdru Allahun Azza wa Jall, me i bë ibadet Allahut subhanahu wa ta'ala, në mëngjes dhe në mbrëmje. Në mëngjes dhe në mbrëmje i përfshin 5 kohë të namazit, prej sabahut deri në yatsi.
madhnohet dhe lavdrohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'i zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Në ato xhamia thot ka rijalun, ka burra thot Allahu azza wa jall, la tulhihim tijara, nuk I pengon as shitblerja, as kur gjo an dhikrillah, nga përmendja Allah. Ky përmend nuk I pengon shitblerja atyre, nga përmendja Zotit xhallahu ala, wa iqamis salat dhe falja namazit në to dhe dhënia zakatit, yakhafuna yawman, sepse ja kanë frikën një ditë, tataqallab fihi alqulub wal absar, ku kanë më shtang zemrat edhe sytë e njerëzve në ditën e gjykimit. Kanë më shtang sytë edhe zemrat e njerëzve ditën e gjykimit. Për këtë edhe e madhnojnë Allahun në xhamia. Nuk bojnë lloj-lloj ekzibicie. Nuk bojnë tash pse bojnë të tjera, ata ne atihim në hatër të tjerëve dhe të kallëzojmë që edhe na jena edhe na jena esmi me kohën. Jo, kjo nuk është me esmi me kohën. Kjo nuk është me esmi me kohën. Kjo është më u kthy mbrapa, kjo është pe ignorancës. Kjo është mos m'ia ditë vlerën xhamis. Kjo është mos m'ia ditë pse është xhamia. E Allah azza wa jall po thotë rijalun, ka burra ndo. E ata burra e dim se janë xhamiat. Për këtë ka në hadith dashur vëllezër, inma buniyat al-masajid lima buniyat lah. Xhamiat janë ndërtuar për ato që janë ndërtuar, pra për mi bëj ibadet. Allahu jalla shanuhu wa taqaddasat asma'u, dhe për asgjë tjetër, dhe për asgjë tjetër. E Allah po thotë, nuk I pengon shitblerja në xhami. E që shpesh bëhen shitblerja në xhami. Qysh? Po vjen dikush edhe thotë e kombleni, kërë bën lat me shokin e vet, ja shet kerë në xhami. E bën pazar në xhami. E pejgamberi Zotit ka thënë, nëse shefni dikon duke bën pazar në xhami, thuni Allahu mos ju dhash bereqet. Çështja tjetër, vjen dikush e lën një diçka fi sebilillah në xhami, që llogaritet të tregtisë. Vjen dikush lën diçka në xhami për hir të Zotit, e lën një libër ose e lën një drast me lezu Kur'anin, ose e lën një diçka tjetër. Mirë po, në fund ja shkruan numrin, filan firma çit numër e ka, nëse don thirrë, kjo është shitblerja në xhami Allah. Që çdo llogaritet e. Kjo është shitblerja brenda xhamis, s'ka bereqet ta. Kur të japsh një diçka fi sebilillah në xhami, shije çat numrin e firmës që e ki. Shije, grrye me gisht. Mos e bëj që dikush me pa dikush në xhami edhe me thirr ty. Thon vallahi pa shfilanin në xhami kish pas çet numër, thirra. Kjo është shitblerja brenda xhamis. Edhe pse ke përdor hile në këtë rast, si Beni Israel, Allahu azza wa jalla ja ka bë haram shtunën me zon peshqi, ata I kanë qit rrjetat xhumon, kanë shku I kanë marr dillën. Donë ju mënu me mashtru Allahu azza wa jalla. Kanë shku I kanë qit rrjetat e peshqive xhumon, ka thonë, Allah shtuna I ka bë haram. Në xhumon biçesum shtunën si prekum, dillën I marrëm. Apo e Allahu azza wa jalla I ka shndru pastaj në derra, edhe I ka shndru në majmun. Dhe Allah më përdojnë me mashtru. Edhe të ne, shpesh do të që e bjen një firmë diçka dhe të këto këmlon fi sebilillah, a më numrin e telefonit e ka poshtë, në një që me thirë dikush. Kjo është shitblerje, kjo është shitblerje që është e ndaluar në Islam. Për këtë arsye nuk ka bereqet ta, dhe është rrezik që Allah azza wa jall mos më I çu bereqet në tregtinë e tij, sepse Allah azza wa jall nëpërmjet haditheve thot: "Innama hiya li dhikrillah", xhamit janë për me përmend Allahun azza wa jall, was salati wa qira'ati al-Quran, thot Rasulullah. Xhamiat janë me përmend Allahun, me fal namazin, wa qira'ati al-Quran, dhe me lezu Kur'anin për lart. Dhe jo, nuk janë për asgjë tjetër. Nuk janë për me knu ilahia, nuk janë për me ba, do më thonë, me organizu lloj teatri me në xhamis, për me ba lojna, nuk janë për me knu këngë patriotike, sepse xhamiat janë të shajta dhe du të me erujt shëntërinë e tyne. Du të me erujt shëntërinë e tyne. Këto të dashur Allah s'ki dërsh e pata qëllim në mënyrë që t'ja dim vlerën xhamis. T'ja dim vlerën xhamis, sepse xhamia është çështje e madhe. Xhamia është çështje e madhe tek Allahu subhanahu wa taala. E ne lutim Allahun azza wa jall që t'ja dim vlerën xhamive të Zotit, t'ja dim vlerën aty ku ne shkojmë dhe synojmë ahiretin ton,
t'ja dim vlerën përmendjes së Allahut, leximit të Kuranit, ibadetit në vendet ku përmendet Allahu azza wa jall në xhamitë e tij, duke lutur Allahun azza wa jall që të na bëjë prej atyre robërve që Allah azza wa jall është i kënaqur me neve dhe me juve. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.